Një nën kur ishte shtatzën zbuloi se fëmia e saj kishte një paaftësi, i cili kishte lindur vetëm me një buzë dhe pa gjymtyr. Si prind ajo duhej të vendoste nëse do ta linte fëmijën të linte në një botë ku do të përballeshin me sfida të rëndësishme. Cila ishte zgjidhja përfundimtare e kësaj nëne? Para se të futemi në këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të pëlqeni këtë video dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Katie i u kthye jeta mbrapsht kur zbuloi se ishte shtatzën dhe për hir të shëndetit të foshnjës së saj, ajo hoqi dorën nga të gjitha zakonet që mund ta dëmtonin fëmijën e saj. Megjithatë, gjatë një ekzaminimi spitalor, më shumë se 5 muaj pas shtatzënisë, ajo mori lajmin tronditës se foshnja e saj nuk kishte krah apo këmbë. Mjeku spekuloi se foshnja e saj ndoshta vuante nga sindroma e gjymtyrëve të fokave dhe kishte lindur pa gjymtyr. Lajmi e dëshpëroi shumë atë. Ajo injoroi fjalët e mëvonshme të doktorit dhe qau në mënyrë të pakontrolluar. Kur u kthye, ajo ndau lajmin me bashkëshortin dhe familjen e saj. Kate tha se doktori i kishte thënë se foshnja e saj nuk kishte krah apo këmbë, gjë që ishte e tmerrshme. Ajo gjithashtu përmendi se foshnja e saj nuk do të ishte kur në gjendje të lajë apo të vishte këpucët vet. Gjithçka që ajo mund të mendonte ishte se sa e vështirë dhe frustruese do të ishte jeta e tij e ardhshme dhe se si do të tallejnë të tjerët me të. Të gjithë filluan të ndiheshin të tronditur dhe të shqetësuar në atë moment. Heqja dorë dukej si alternativa më e mirë në dëshpërimin e saj. Katie e pranoi me ngurim. Ajo e kaloi pjesën tjetër të javës në agoni duke parashikuar operacionin e ardhshëm të abortit. Një natë para operacionit, Katie ishte shumë e shkatruar dhe e dëshpëruar, nga frika e mundësisë së humbjes së fëmijës së saj. Në mes dhimbjes së saj të thellë, ajo ndjeu një thirrje për ndihmë nga foshnja e saj. Pavarësisht se mendonte për vështirësitë e ardhshme që mund të përballej djali i saj, ajo refuzoi të hiqte dorë prej tij. Më në fund ajo mori vendimin për të vazhduar me lindjen duke e ditur se edhe me gjymtyr jo të plota, ai do të ishte akoma djali i saj. Pavarësisht se fati mohoi një trup të plot, ajo u zotua se do ta donte për gjithmonë atë. Më 3 tetor 2013, Katie lindi fëmijën e saj. Pasi pritej që ai ishte shumë i vogël me peshë vetëm 1.99 kg, ajo e quajti atë Candy, që ka domethënie nga anglishtja i ëmbël. Mjekët e kontrolluan menjëherë dhe e gjetën atë plotësisht normal, përveç gjymtyrve që i mungonin. Pavarësisht kësaj, foshnja ishte e shëndetshme, gjë që ishte jashtëzakonisht me fat. Kur Katie e mori fëmijën e saj në krah, ajo ndjeu ngrohtësi të madhe duke e mbështjell atë. Fëmia ishte inteligjent, i bindur që nga lindja dhe buzëqeshte jashtëzakonisht shpesh. Ai vështronte nënën e tij në krahat e saj duke e shtyrë Katie të fërkonte butësisht faqet e tij. Ajo e donte shumë fëmijën e saj dhe mezi priste t'i thoshte se ai ishte i bukur dhe i përsosur. Megjithatë, sa herë që Katie shihte Kendin, ajo nuk mund të mos ndihej e trishtuar dhe habitur që djali i saj do të duronte sfida të tilla. Si nëna ajo pyeste veten se çfarë mund të bënte për ta mësuar atë dhe për ta mbrojtur atë që të mos lëndohej dhe të shqetësohej nga të tjerët. Pika e kthesës së Katie erdhi kur Kendi ishte 4 muajsh. Ajo u ndesh me Kendin duke luajtur në mënyrë të pavarur, duke lëvizur ploqe përreth dhe duke qeshur e lumtur. Në atë moment Katie papritmas kuptoi se djali i saj nuk ishte ndryshe nga askush tjetër për të cilin ai ishte. Katie dhe bashkëshorti i saj e trajtuan Kendin si çdo fëmijë tjetër. Ata panë se ai kryente detyra në mënyrë të vetëdijshme dhe në mënyrë të pavarur, gjë që i mbushi me shpresë dhe krenari. Kur Ken donte të luante me një lodër, ata nuk e vendosën atë larg tij, përkundrazi e drejtonin drejt tij duke lejuar atë ta merrte duke përdorur krahun ose gojen e tij. Ata as nuk e ushqyen Kendin drejt për drejt, por vendosën enën para tij dhe e lanë të hante vetë. Rrobat të shpërndan në dysheme, ndërsa Ken u rit dhe fitoi më shumë aftësi. Ato e inkurajuan atë të zhvillonte hobi të tilla si ushtrimi i gjuajtjes së topit me shkrim dhe vizatim. Në moshën 4 vjeçare, Ken mësoi të ecte i inkurajuar nga babai i tij, duke përdorur ijet për të shtyrë dhe përdorur trupin. Lëvizi ngadalë duke inkurajuar veten gjatë rrugës. Më në fund, ai arriti të hidhej në krahët e babait të tij, një skenë që solli lot në sytë e Katie, që ajo kishte parë për 4 vjet që djali i saj u rit në një mjedis të kujdesshëm.
Kendi ishte me fat që kishte prindër të durueshëm dhe inkurajues, pavarësisht se çfarë ai donte të mësonte. Prindërit e tij kur nuk e dekurajuan apo e fajsuan, në vend të kësaj, ata gjithmonë e inkurajonin atë. Kur Ken i kishte zilit të tjerët që mund të luanin piano, prindërit e tij e inkurajonin që ta ndiqte atë. Kur ai donte të përqafonte natyrën si fëmijët e tjerë, babai i tij e merrte në peshkim, not dhe duke luajtur golf. Kur donte të luante futboll, vëllezërit e tij më të vegjël e shoqëronin duke mbështetur gjatë rrugës. Kendi u bë i sjellshëm dhe i ngrohtë, duke i dashur vëllezërit e tij aq thellë sa prindërit e tij. Në moshën 4 vjeçare, një moment emocionues tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Vëllai i Kendit po qante dhe pa hezituar, Kendi nxitoi ta ngushëllonte. Duke përdorur gojen dhe gjysmën e krahut, ai dha butësisht vëllait të tij biberonin derisa ndaloi së qari. Kendi jo vetëm u ul pranë, por shikoi vëllain e tij me butësi. Kjo skenë preku shumë njerëz duke i bërë disa të thonë se nëse ka një engjëll në këtë botë, ai do të jetë dikush si Ken, i cili pavarësisht nga jeta, padrejtësia e mbush atë me dashuri. Në fakt, e gjitha përfundoi në qasjen e çiftit ndaj prindërimit. Pavarësisht se kishin disa fëmijë të tjerë që ishin më të aftë, ata nuk treguan favorizime ndaj Kendit ose e trajtonin ndryshe, por e donin në atë mënyrë të drejtë ashtu si çdo antar tjetër të familjes. Si vëlla më i madh, Kendi shpesh vinte për të ndihmuar prindërit e tij me vëllezërit e motrat e tij më të vegjël. Ai luante shpesh me ta dhe i vinte në shtrat kur prindërit e tyre ishin të zënë. Vëllezërit e Kendit e donin dhe adhuronin, ndërsa motra e tij besonte se ai mund të bënte gjithçka. Ajo madje e mësonte atë si të bënte rrota letre. Kur luanin së bashku, vëllai i tij qëndroi pranë tij, duke e inkurajuar butësisht gjatë shfaqjeve. Ata do ta lejonin Kenin të vishej si personazh të rëndësishëm, duke u bërë një heron në sytë e vëllezërve dhe motrave të tij më të vegjël. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ai ishte gjithmonë i fortë dhe nuk kishte nevojë për kujdes. Në fakt, kur ai këndoi, tregoi vulnerabilitetin e tij dhe në një rast vëllezërit e motrat e tij më të vegjël u kujdesën për të. Një ditë ai kishte temperaturë të lartë dhe mezi priste të shihte babain e tij që po punonte vonë. Motrat e tij morën rrobat e babait dhe u shtirën si ai, me butësi. Motra e siguroi Kendin se gjithçka do të ishte në rregull dhe se babai i tyre së shpejti do të ishte në shtëpi. Sot në moshën 8 vjeçare, Kendi është po aq i pavarur dhe trim sa nëna e tij shpresonte. Ajo e dinte se ai mund të kujdesej për veten dhe vëllezërit e motrat e tij më të vegjël dhe i ka shumë hobi dhe ëndra. Çifti planifikon të siguroj atij një këmbë protetike për të ndihmuar atë të ndjek më mirë dëshirat e tij. Ata madje morën për të takuar folësin e famshëm Nick Hatchin për të ngritur shpirtin. Ata donin që ai të kuptonte se paaftësia e tij fizike në të vërtetë mund të përmirësonte jetën e tij. Kendi u ndikua nga prindërit e tij për të qenë një fëmijë optimist dhe pozitiv, i cili kur nuk e la paaftësinë e tij të pengonte. Jeta është një shesh lojrash dhe ai është gjithmonë i emocionuar, i motivuar dhe guximshëm. Ai zotron këmbëngulën për ta kthyer të pamundurën në të mundshme, ashtu siç nëna e tij shpresonte. Jeta mund të jetë e mbushur me sfida, por këmbëngulja është çelësi. Në fund të fundit, nuk mund të humbësh përderisa nuk dorëzohesh. Dhe kjo ishte historia mahnitëse e Kendit, të cilin nuk e ndaloi dot asgjë për ta jetuar jetën e tij. Historia ka për motiv që njerëzit pavarësisht aftësive të tyre të kufizuara që mund t'i kenë, të gjithë pa asnjë lloj ndryshimi jemi të njëjtë tek Zoti. E pat ju Kendin si një fëmijë të fortë? Më njoftoni në seksionin e komenteve. Faleminderit për vëmendjen dhe deri herës tjetër qëndroni kurioz.